Nuk jam shumë keq me gjendje financiare, kom disa tyra, po besha mendoj që mu ka bëhe pa drejt me fakturën që e paguj mujore të çmimit të energjisë. Po mendoj që parat o kam e merë vetë vendosje. Pa shapisë nuk është e vogël, ma e men që po të thëmë. Tani mendoj që nuk du të nashta me kërku fajtosha me pa çka ka mbet. Nëse ne nuk dojmë me përfundu në zgjedhje veçar, si Kosovë po flasë. Na du të me i konsumu mundësit, ose zgjidhje që eventualisht ende ekzistojnë, se koha po shkon, ju dini, për shembull, pas nesër bën 90 ditë, 3 muaj nga dita e zgjedhjeve. Pra me 9 maj, ne do të jemi shumë ma të vëmendshëm. As nuk mu anku nesër nëse përfundojmë zgjedhje, pse përfundojmë, po edhe mos shkojmë zgjedhje nëse nuk është qëllimi ajo, nëse nuk është në një interes i madh. Të thëmë vetëm nuk kam vetë shumë alternativa, pra ata une, kur Lumiri Avdigjiku e kishte një ide të konsultave, a i tha për qeveri të tranzicionit, unitetit, a zonë s'pe i kundërshtaj ati. Po unë jam interesum për konsulta, se është pale rëndësishme LDK-ja, në të ardhmen për krimin e një qeverie të Kosovës, po konsultat me LDK-n, si po me FDK-n, po një tjetë. Nëse eventualisht ftohet një takim i gjanë, ku do t'ishte edhe ne kem pa mujshme më marrë pjesë si aleancë, po ne s'kem vendim që ka bojnë kolegë tonë. Dhe tani më u vërtetu që kolegë tonë kanë qëndrime ndryshme. FDK-ja u taku me ta, edhe në të ardhmen pra një konsult zinxhirore, shoqëritë me shoqërinë që jam kundër, ne kem parimin tonë, që për qeveritë opozitës, nuk ja refuzojmë atë idenë, ose nuk e dojmë nuk ulem me ju për shkak të idesh. Jo, ju lutem, e janë në tavolinë, të diskutojmë gjitha. Edhe une pra e shoh Kosovën në situatë që mund të përfundon zgjedhje, nëse ne vërtet nuk ecim përpara në proces. Pse keni kaq të mundshme me lëvizjen vetëvendosje me bashkëpunu? Sepse në kalumen keni pas mos pajtime të thella dhe me parti tjera politike, po marrim shembull në kohën kur keni qenë në një bashkëpunim opozitar me lëvizjen vetëvendosje, në raport me PDK-n keni qenë shumë i ashpër, po mas një kohë keni bashkëqeverisë. Përveç nuk po juraj, unë nuk jam shumë keq me gjendje financiare, kom disa tyra, po besha mendoj që mu ka bëhe pa drejt me fakturën që e paguj mujore të çmimit të energjisë. Po mendoj që parat o kam e merë vetë vendosje. S'pe juraj kështu, besoni, nuk ka, besoni, ma në menë, sa e të vja funi i mujtë, e paguj rrymen, mu duke që o kam e merë pa nevoj. E kuptojnë ashta një rritje të çmimit të energjisë që ka ndodhe para, po 2 tjerat, po ju siguroj që me marë pe i gjepit ta. Është kjo arsyeja vetëm? Po shapisë nuk është e vogël, ma e menë që po të thëmë. Unë e kom pash program që edhe orë që s'ka më rritë më çmimi energjisë. Që që unë jam qytetarë, unë kom fëmijë, kom obligime, kom jetë, unë edhe e pi, e harxoj për lasdrime. Ama që që tana janë peshë. Përsa unë një shumë njerëzve familjare, mis mije, bashkëpunëtor të mije, votues të mitë, që janë të freksum për i funit mujtë për i fakturës së energjisë, rrymesh. Merët i krasu, sa po pagun sot, në fund mujtë, për kilovatin e njajt, edhe në kohë qeveri sisteme, për shembull. Ose vitin që shkoj, ose para rritjeve. Përveç është problem në nëse i përbim krejt qëto. Kur s'ka me navnar zullumi në këtë Kosovë? Arsyeja vetëm në rritja e çmimit, aspekti ekonomik, apo ka edhe tjera, sepse një qëndrim kundër vetëvendosjes, bashkëpunimit me vetëvendosjen e keni pasur më herët. Pozicionet mijat për agjendën e ti, e qeverisë, për damët që ka vëvend edhe përfitime që i kanë armisht tonë nga vefrinë e ti. A mo që më foli sinqerisht, sa që po vjen ajo, unë e kom plot njerëz që punoj me ta, ashtë nuk janë biznismen gjithë. Janë me paga. Që që njerëz janë të lash. S'pe u mashtroj, unë jam i rrëthum me njerëz që kanë jetë normale, që me paga e mrinë fundin e mujtë. Ati që bo problem që është ja kështu. Unë nuk jam për me i përbi këto. Se dryshe do t'i mësojmë gjithë, kush do që vjen, me na bo njajtë. Me na rritë zmivin, me na plaçkit, me na prunë situatën edhe ma të keqe. Na du të mësu
me mbajtë të pika, po e quja ashtu, unë nuk menoj që një mëj venit tim, për shembull tani, veç edhe një sen, unë e kuptoj që atje është një kompani tjetër në veri, që o bo me ndërmjetës ndërkombëtar, e krejt, ama ti dush mi hënë ndërkombëtar, dhe zëtë një, që shmja shajtu une, familjeve të martirëve në Gjakov, rrymën e mos mja shtajtu ati në veri.